Lumi Vardar në Shkup është shndruar në Moçal për shkak të grumbullimit të madh të mbeturinave dhe mbetjeve të ndryshme. Mbeturinat e grumbulluara për 6 strati të këtij lumi kanë krijuar kushte ideale për mushkonjat, të cilat janë bërë të padurueshme. Qytetarët thonë se jemi ndër shtetet e para në botë për ndotje dhe për mos kujdes ndaj qytetarëve, ndërsa shtojnë se edhe nëse bëhet spërkatja kundër insekteve, ajo bëhet sa për sy e faqe. Никако, как може да се справуваш? Селепат на тебе, катастрофа. Катастрофа. Мислим дека сме бетер од Индија. Први сме во светот по прљавштина, по непрскање, со неводење, брига апсолутно за ништо, а не покрај Вардар, тоа е веќе ужас. И тоа се тие некои ситни мушички кои се многу досадни. Мислам дека и не е толку средства, финанси за едно прскање, да кажеме, или воделчевски од крај од каде јас доаѓам, од Источна Македонија. Тоа може да се случи еднаш, да речеме, и колку да замине. Еве сега хеликоптерот ќе тргне, да кажеме, а не знам како што гледам по медиумите, гледам дека немаме доволно пилоти, летала и така натаму. Сето тоа некако ми прави забуна. И ако дојде хеликоптерот, да речеме, еднаш во летото, тоа само замине и сега замине, да речеме, покрај реката Брегалница и готово поминал. И дали тоа е успешно или дали тоа има ефект, не сум баш запознат. Никаде не често верувате кај нас. Секаде исто. Мушичките се проблематични? Да само мушички и ѓубриња нередовни се од комунале за дојдат. Никако. Срамота. Nga qyteti Shkupi thonë se spërkatja kundër insekteve po realizohet në mënyrë të vazhdueshme dhe sipas planit të përcaktuar, ndërsa gjatë fundjavës është planifikuar trajtimi i dytë ajror kundër mushkonjave. Deri më tani janë kryer 2 trajtime ajrore kundër larvave të mushkonjave dhe 1 trajtim ajror kundër mushkonjave të rritura. Për periudhën e ardhshme është planifikuar trajtimi i dytë ajror kundër mushkonjave të rritura, i cili do të realizohet gjatë fundjavës me 28 dhe 29 qershor 2025. Në periudhën nga 30 qershori deri me 4 korrik 2025 do të realizohet edhe dezinfektimi toksor kundër mushkonjave të rritura. Përveç qytetarëve të Shkupit edhe nga qytete tjera arrin ankesa për mushkonjat e padurueshme gjatë kësaj periudhe kohore. Nga komuna e Tetovës thonë se procesi i dezinfektimit në të gjithë territorin e këtij qyteti është realizuar me 14 qershor 2025, ndërsa shtojnë se ky aktivitet është zhvilluar gjatë orëve të natës me qëllim të minimizimit të prishjes së qetësisë publike dhe rritjes së efikasitetit të punës. Nga komuna e Kumanovës thonë se spërkatja e fundit kundër insekteve është realizuar me 24 qershor, ndërsa aktualisht po kryen aktivitete që lidhen me mbrojtjen nga insektet në përputhje me programet e miratuara për zbatimin e masave të përgjithshme për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive.